Ju jeni krejtë në fund të mandatit ju i 5 vjeçar. Cilat janë arritjet kryesore me cilat mbureni? Padasht me tinglu që gjithë shka që kemi bërë ka qenë e mirë, një vlerësim të përgjithshëm është që vërtet është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe punë ekipore, sepse e di që tek institucioni i presidentit gjithmonë shihet njeriu që udhëheq atë dhe është krejtësisht normale, por është bërë një punë e jashtëzakonshme me një staf që ka punuar kur pa ndalë në mënyrë që Kosova të ecë përpara. Të arriturat më të mëdha i kemi në fushën e politikës së jashtme, përveç që kemi arritur që të rikthejmë rreth 20 çnjohje të pretenduara. Tash, ju e dini, unë kam ligjëru drejtën ndërkombëtare një kohë të gjatë, e kuptoj që e drejta ndërkombëtare shkruar nuk flet për konceptin e çnjohjeve. Por nuk kanë qenë çnjohje, por derisa kanë qenë të pretenduara? Unë po flas për aspektin praktik, sepse në aspektin praktik, nëse një shtet del dhe thotë ju kemi të çnjohur, ajo neve na dëmton shumë. Edhe në imazh, edhe në parandalimin e njohjeve të reja, por edhe në antarësim në organizata ndërkombëtare, se ato shtete që e thonë këtë, pastaj nuk është që na përkrahin në organizata ndërkombëtare. Pra ne kemi punu shumë këto 5 vite që të rikonfirmojmë këto njohje, të cilat Serbia pretendonte që na kanë çnjohur dhe deri tani. Pretendimet për çnjohje nuk kanë ardhur në fillim të mandatit juaj. Kanë qenë edhe më herët, por ne jemi marrë me të gjitha dhe po e them që i kemi rikonfirmuar dhe betonuar të gjitha, shumë prej tyre duke ftu lider të atyre shteteve në Kosovë, duke nënshkruar marrëdhënie diplomatike me këto shtete, duke i takuar liderët e këtyre shteteve, duke nënshkruar marrëveshje të tjera. Pra kjo pak a shumë ka marrë kohë, mund dhe angazhim sikurse njohje të reja.